Policia e Durrësit ka vënë pranga ofruesin e jet skive në plazh pasi një ditë më parë humbi jetën një turist anglez. Sipas informacioneve, ai ushtronte aktivitetin e motoskive pa dokumentacion të plotë dhe nuk i ka siguruar veshjet e sigurisë përdoruesve të mjeteve të ujit. Në pranga ka rënë Luis Xhumari për akuzën shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë. Sipas policisë, turistët që kishin ardhur për pushime në Shqipëri morën motorët e ujit dhe kryen manovra shpejtësie në det jo shumë larg bregut. Gjatë manovrave, 2 prej tyre ranë nga jet ski, ndërsa skena u vure nga pushuesit në breg, të cilët njoftuan policin. Një shtetas anglez 34 vjeçar humbi jetën në këtë ngjarje, ndërsa një 31 vjeçare fatmirësisht shpëtoi. Dyshimet fillestare për vdekje nga hipotermia janë përjashtuar pasi turistët qëndruan pak minuta në ujë, megjithatë ende pritet ekspertiza mjekoligjore për të përcaktuar shkakun e vërtetë të vdekjes, ndërkohë që nuk përjashtohet as mundësia që ai të ketë pësuar arrest kardiak për shkak të lodhjes gjatë tentativës për shpëtim nga mbytyja.